Përshëndetje. Përshëndetje. Po prisa thoshte para ti apo. Mirë se erdhët. Javë të mbarë të gjithëve. Takohemi si çdo ditë. Nis kështu java dhe për transmetimin tonë të drejtë për drejtë, duke nisur nga kjo orë deri në orën 18:10 nga e hëna në të premte. Do kemi shumë tema të rëndësishme, po më së pari do të pyesja, si e kalove këtë fundjavë? Shumë mirë, fundjavë bukur. Edhe ti kam përshtypjen se pas fotot kishe udhëtuar pak. Po shumë mirë këndë. Kemi konsumuar shumë, kemi pasur mundësi që të shohim si është vera shqiptare, se si janë produktet ndryshme shqiptare dhe kjo në një farë mënyrë na futet tek tema e sotshme apo jo? Po, një temë në fakt që sërish përkon me fundjavën, me ditën e shtunë, meqense ka qenë data 15 mars dhe njihet në gjithë botën se dita ndërkombëtare e konsumatorit. Duke se në vendin tonë nuk është se të tilla ditë përkujtohen shumë, bëhen manifestime të mëdha apo përmendet duke kthyer vëmendjen ke konsumatorit, tek ne, tek të drejtat tona, tek edukimi ynë dhe tek shëndeti, sepse sigurisht është ai parsori dhe që vjen si pasojë e të gjitha këtyre që ne përmendëm. Në fakt në vetë Anil është një koncept i ri edhe në botën e zhvilluar, pasi gjithmonë ke ata që prodhojnë shumë të mirë dhe pastaj çojnë te konsumatorët që janë një grup më i madh ekonomik në gjithë botën, por të drejtat e tyre vetëm në 1962 janë parë për herë të parë në një kontekst ku do trajtohen në formën ligjore dhe pikërisht këtu do shohim sa ka evoluar bota në gjithë këto vite, por edhe Shqipëria, sepse ne këtë kemi si qëllim kryesor në këto 30 minuta që do shpenzojmë. Mirë, prezantojmë panelin që sot bën hapjen e emisionit dhe të kësaj jave, po e nis me zotin Islam Cani nga shoqata e mbrojtjes së konsumatorit. Mirë se erdhët profesor. Një përgjigje shumë të shkurtër, po flisnin para se të fillonte kjo bisedë, duke qenë se shumë pak përmendet dita ndërkombëtare në mbrojtje të konsumatorit, po na thonit që të shtunën ka patur disa aktivitete apo jo? Ka patur, pra nuk është kaluar kaq në heshtje sa që ne mendojmë. Jo. Okej, mirë, kjo është gjë e mirë, është pozitive. E ftuara e dytë është Rolina Naço, dietologe dhe nutricioniste. Përshëndetje. Përshëndetje. Është një shprehje që ajo që jemi ne është ajo që ham, që do të thotë që konsumatori në vetvete merr atë formë. Sa i mbrojtur është konsumatori, se sa kujdes duhet të ketë konsumatori tek mirëushqyerja për të bërë një person sa më i mirë. Më i mirë. Në fakt varet nga ana e ligjeve, zbatimi edhe zbatimi jo vetëm nga ana ligjore, por edhe nga vetë ata që ofrojnë këtë produkt ushqimor. Por mos harrojmë që së fundi mbetet, po ta krahasojmë me çdo lloj vend të botës, pavarësisht pjesës se sa i mbrojtur është ligji ose sa i mirë është ky produkti, është konsumatori ai që zgjedh çfarë do marr dhe sa do marr. Kështu që është një marrëdhënie shumë e ndërlikuar dhe do flasim shumë që në fund është konsumatori ai që di të mbrohet më mirë nga çdo kusht tjetër. Dakor. Mirë, vazhdojmë të prezantimin e të ftuarëve tanë. I ftuari i tretë për sot është Kondi Ilia, jurist dhe koordinatori i Qendrës për Drejtësi dhe Solidaritet. Mirë se erdhët. Dua të të pyes si konsumator dhe pastaj të hym më në thellësi edhe detajeve të tjera. Konsumatori i kënaqur apo i zhgënjur në përgjithësi? Jam konsumator, le të themi kërkues, reagoj aty për aty në momentin e parë sa herë shoh që një produkt nuk është kundrejt standardeve që kërkohen, pritshmërisë time, njëkohësisht në rastet e abuzimit me porositë që mund të bëjnë tregtar të ndryshëm. Pra, si qytetar, do më thonë, reagoj gjithnjë sa herë shoh një padrejtësi në aspektin ligjor. Kurse në kuptimin, do më thënë, si ekspert, unë mendoj që ne jemi shumë mbrapa përsa i përket të drejtës së konsumatorit, më vonë do ta shtjellojmë dhe do ta analizojmë përsen. Në rregull. Dhe shpresoj që emisionet të tilla të jenë më të shpeshta, sepse është një fushë, do të thosha unë, shumë e vjetër në botë, por shumë e re në Shqipëri përsa i përket aspektit të kuptueshmërisë, dhënies së informacionit, njëkohësisht dhe implementimit nga strukturat përkatëse të kësaj të drejte, e cila duhet jetë efikase. Mirë, vazhdojmë me të ftuar në fundit Silvana Vishka nga mjeke orale, më duket se bëra gabim të emrin, Vishaj dhe kirurgje plastike. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje. E thash dhe pak më përpara këtë pjesa e ushqimit, por tani ka dhënë tendencë që njerëzit kanë filluar të kujdesen shumë për trupin e tyre. Sa i njeh të drejtat ose sa i mirë informuar është konsumatori shqiptar drejt edhe këtyre shërbimeve? Normalisht, në qoftë se konsumatori shqiptar drejtohet drejt një shërbimi serioz, drejt një emri serioz, drejt një klinike serioz apo spitali serioz, sigurisht që aty mirë informohet për gjithçka
ekziston një lloj kontrate preoperatore, me të cilën njihet që në momentin e parë që pacienti vin, njihet me indikacionet e kësaj ndërhyrje kirurgjikale, me kundër indikacionet, me efektet anësore dhe me komplikacionet e mundshme, të cilat mund të jenë të mundshme në çdo rast ndërhyrje kirurgjikale. Kështu që një mjek i përgjegjshëm dhe një klinikë serioze dhe me eksperiencë të gjatë, e mbështetur mbi standardet perëndimore, është më se normale që të ketë patjetër procedura dhe protokolle të sakta në lidhje dhe në marrëdhënie me konsumatorin. Sepse në këtë rast pacienti konsiderohet konsumator. Natyrisht. Po a ka njohje paraprake pacienti apo lind detyra juaj për ta bërë këtë pjesën e informimit dhe lidhjes së kontratës? Atëre mund të them me kënaqësi të madhe që vitet e fundit ka një njohje goxha të madhe dhe shëritur jashtëzakonisht kultura shëndetësore dhe pacienti është në gjendje të dallojë dhe është në gjendje të informohet mirë nga mjeku dhe mbi të gjitha është informuar më parë edhe vetë mbi bazën e një literature të dhënë në internet, sigurisht jo plot, por të paktën një 50% informacion pacienti e ka të qartë mbi atë që po kryen. Sigurisht që pranë një klinike dhe pranë një mjeku profesionist ai merr akoma një informacion akoma më të detajuar, një informacion më të gjerë e cila parashtron edhe rrisqet e veta sigurisht brenda kësaj procedure. Shajmë një insert që na rikthen tek data 15 mars dhe kthehemi për të thelluar më shumë në bisedë me miqtan. 15 mars i njihet ndryshe edhe si dita botërore e mbrojtjes së konsumatorit dhe ka të bëjë në thelb me ruajtjen e shëndetit dhe të sigurisë së konsumatorëve në mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve. Më 15 mars të vitit 1962, presidenti amerikan John Kennedy miratoi ligjin për të drejtat e konsumatorëve. Ligji përfshinte të drejtën e informimit, të drejtën e sigurisë, të drejtën për të zgjedhur dhe të drejtën për t'u dëgjuar, që nga ajo kohë 15 marsi është dita botërore e të drejtave të konsumatorëve. Në vitin 1985, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara njohu universalitetin e të drejtave të konsumatorëve, kohë kur ajo miratoi direktivat për mbrojtjen e tyre, si dhe 4 të drejta të tjera, si për shembull të drejtën e përmbushjes së nevojave bazë, të drejtën e shdëmtimit, të drejtat për edukimin e konsumatorëve dhe të drejtën për një mjedis të shëndetshëm. Por si është gjendja e konsumatorit shqiptar në ditët e sotme? Sa i mbrojtur ndihet ai dhe nga se rrezikohet? Paneli në vazhdim do t'ju njohë në mënyrë konkrete me të dhëna dhe fakte reale nga e përditshmja jonë. Kemi rikthyer për të vazhduar më tej. Orlando, doja ta vazhdonim bashkë këtë pjesë tani në kthim pas insertit. Për të folur pak për mirëushqyerjen, duket si një lloj tendence, ndoshta për të dukur pak në trend, për të dukur pak të moderuar, po her pas here të gjithë flasin për dieta, për kalori, për proteina, për karbohidrate, për produkte të mira, për ambiente ku mund të blesh shëndetshëm. Pra, ka një lloj fryme që të bën të mendosh që ne jemi një konsumator i parezikuar, i informuar mirë dhe edhe i mirëushqyer. Nga eksperjenca duhet ndarë këtë quajmë mirëushqyerje. Atë që do doja të thoja më përpara që nëse flasim për para 20-30 vitesh në Shqipëri ndodhte një gjë që ushqimi që kishim ishte mjaft cilësor nga ana që ishte më i pak i ngarkuar në pesticide ose në hormone, por që ishte një ushqim i cili ndoshta jo për të gjithë mjaftonte për të plotësuar nevojat kalorike, proteinike, yndynat, dhe aty mund të kishim dhe mangësi në vlera ushqyese. Dhe ushqimi që vjen sot mund të jetë me bollëk, mund të ketë kalori për të cilat mund t'i marrim shumë lehtë nga shumë produkte ushqimore, por që nuk na garantojnë mirëushqyer në kuptimin që nuk janë të pasura në vlera ushqyese. Pra që do thotë një person i cili merr mjaftueshëm kalori, ndoshta ato kaloritë të cilat ai merr nuk janë të pasura në vlera ushqyese. Dhe aty nga një mirëushqyer me kuptimin e mëparshëm kalojmë në kequshqyer pse jemi mbi peshë. Pra, shumë e rëndësishme të specifikojmë që nuk është vetëm sa ham, por çfarë ham. Aspekti i dytë që ndahet kjo çfarë ham është nëse konsumojmë diçka të cilën presupozohet që ka vlerat ushqyese maksimale, mund të mos ketë sigurinë ushqimore. Pra, kushtet në të cilat është ruajtur ose kushtet në të cilat është transportuar ose është mirëmbajtur nuk kanë qenë aq të sakta, të cilat ose kanë bërë atë për të humbur vlerat ushqyese, por që nuk është e rrezikshme për shëndetin, ose kanë bërë atë për të qenë aq toksike ose helmuese të mund të na shkaktojë probleme shëndetësore patologjike. Këtu kemi edhe një pjesë tjetër.
Përsa i përket sigurisht ushqimore, në fakt është një etapë shumë, një derë shumë e madhe që ndikon ligjin, ndikojnë kushtet, kontrolli, edhe sensibilizimi i njerëzve. Mos harrojmë që konsumatori është ai që në fund të fundit ka një fuqi jashtëzakonisht shumë të madhe, por ndoshta nuk e ndjen këtë, sepse nëse unë do shkoj në fura e bukës dhe shoh që duart, higjiena nuk është aq e saktë, unë automatikisht ndroj fur buke ose filloj edhe e krijoj problem. I humburi dhe pastaj do t'i vuaj. Ndoshta edhe pjesa që një konsumator nuk ka në kulturë, hesht, ul kokën dhe ikën, duhet të ngresh zë që ndoshta dëgjojnë edhe 5 veta të tjerë në atë dyqan që diçka nuk shkon mirë. Kjo është një sjellje që personalisht do doja që të ndodhte gjithmonë, jo vetëm në aspektin e marrëdhënies me ushqimin, por edhe në çdo lloj shërbimi që ofrohet. Dhe pjesa tjetër është informacioni, sepse shpesh herë mendojmë që këtu në Shqipëri nuk ka asnjë gjë të saktë. Hilet e industrisë ushqimore mund të ndodhin shumë mirë edhe në një vend në të cilin kemi sigurinë ushqimore për sa i përket ligjeve ose zbatimin e ligjeve dhe kontrolleve. Do them një gjë shumë të thjeshtë që ndoshta asnjë nga ne nuk na e merr mendja. Një person i cili mendon se di shumë gjëra për ushqimin, mendon se di shumë mirë për sa i përket vlerat ushqyese, për mbajtjen e një elementi, mund të mashtrohet dhe me ligj kësaj radhe mashtrohet, pasi shkon të marrë një produkt ushqimor që konsiderohet light, jo sepse shkruan diçka të tillë, por sepse shikon një pamje, një siluet mbi amballazhin e produktit. Po të krahasojmë atë produkt, ai produkt mund të ketë dyfishin e sheqerit me një produkt tjetër që nuk ka atë lloj linje. Ai produkt ose firma që ka prodhuar konsiderohet shumë i mbrojtur sepse nuk ka shkruar diçka të tillë. Pra domethënë gjithsesi jemi të rrezikuar. Mendojmë se kemi informacion, po sërish nuk marrim atë që duam. Pra shohim që duhet të jemi shumë të vëmendshëm të kemi sa më shumë informacion. Kjo është vëmendje që duhet të ketë konsumatori, por nga ana tjetër që të shkojë te kjo vëmendje dhe mos jetë vetëm te konsumatori gjithpesha, duhet që edhe ata që prodhojnë të kenë më mirë orientuar etiketat. Në nivel ligjor, si paraqitet situata sot, se që nga fillimi i viteve 90 ka pasur ndryshime të vazhdueshme, në 2008 po flisnin pak më parë ka pasur edhe shfuqizim të një ligji dhe një ligj të ri. Si paraqitet situata sot? Sa i fortë është ligji për t'i bërë këta prodhues që t'jenë më të kujdesshëm ndaj konsumatorit final? Atëre është ndaj të dyve, si pyeti pasi po. Atëre profesorin se Po, profesor, filloj ti nga që ke njohje që nga vitet 90 se si ka evoluar situata. Raport me konsumatorin dhe njohen edhe tek ushqimi me që është një nga pjesat që konsumohet më shumë. E gjenë se sot ose muaj mars është muaji mbrojtjes të konsumatorëve. Në botë është formuar për herë të parë konsumatori 1936. Tek ne është i viteve 91. Unë dëgjova dhe parafolësit që rreth marrjes së informacionit. Është e vërtet që në përgjithësi ne nuk jemi shumë të interesuar si popullat për ta përvetësuar informacionin, jo vetëm për ta dëgjuar, po atë ta quajmë të ligjshëm, të domosdoshëm ose ta quajmë standard. Ky kene është i varfër. A është bërë punë? Konsumatori tek ne po thuaj që si në Europë ka ligjen më të mirë për mbrojtjen e tij. Një nga ligjet që është bërë me direktivat e Komitetit Evropian. Bashkimit Evropian, po. Së dyti ka që nga turizmi, që nga populli i thjeshtë deri tek turizmi mbrojtje dhe në pjesën që quhet ushqimi kulinar i gatuar. Ai është më i rrezikshëm sepse atje na ka ndodhur helmime dhe intoksikacione të rënda. Të rënda ne i quajmë kur kalon mbi 5-6 vet, ai quhet pastaj i një numri. Mbetemi pak tek këto raste, çfarë duhet bëj konsumatori për të mbrojtur këto raste? Ndodh që një restorant ose një supermarket nuk i ofron produktin dur, a mund t'i hedhim në gjyq? Këtë do t'ju them një çik. Po, do lutesha vetëm shkurt përgjigjet, sepse koha ikën dhe ende s'kemi folur. Po tash unë duhet t'i sqaroj se unë jo, e di, po më të koncentruar është ideja. Dakor. Pra, kur një njeri intoksikohet, parashikohet në kodin penal, parashikohet në kodin civil, parashikohet në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, parashikohet në ligjin për ushqimin. Parashikohet dhe ke ushqimi social. Ky sociali është ky që i thami i gatuar. Megjithatë, tani për tani,
nuk vjen kusht të trokas, ose nuk kërkon përfaqësim, ose nuk shkon në organet e drejtësisë. Kjo është ajo mungesa që të thash. Dëgjojmë në televizor, lexojmë në shtyt, bëjmë, organizojmë mbledhje, flasim me to, por kur vje fundi, tërhiqet. Me sa duket, si mas meje, akoma nuk ka hik ajo frika që unë t'jem ai që të ngrej problemin. Thot, po t'a ngrej, marrim shembullin e spitalit, po t'a ngrej, thot atje, ky nesër do të mbëj xhamën mu. Ose marrim për medikamentet mjekësore. Në farmaci, disa herë janë kap me 10 herë. Pra paska kuadrit ligjor, konsumatori nuk dihet i mbrojtur. E kam fjalën që nuk, ankesa nuk bëhet Nuk bëhen shumë. ankesa. Atëre, përsa i përket pyetjes tuaj, do të thënë, kuadri ynë ligjor ka filluar që në vitin 1993 kemi një ligj për mbrojtjen e drejtave të konsumatorit, i cili është fuqizuar, dhe në 2008 kemi një ligj të ri, do të thënë, i cili është ende në fuqi dhe normal të gjithë të marrëdhënie juridike, e cila ka një rëndësi tepër të veçantë për vetë faktin sepse grupimi më i madh, do të thënë, ekonomik, duhet ta dimë që është konsumatori dhe si rrjedhoj e këtij grupimi kaq të rëndësishëm janë krijuar dhe të drejtat e konsumatorit, të cilat ligji i specifikon në mënyrë shtërruese, siç janë e drejta për t'u informuar, e drejta për t'u ankuar, e drejta për të marrë një ushqim cilësor, e drejta për të marrë, le të themi, produktin të amballazhuar, e tjera drejta që parashikohen në këtë ligj. Duhet të sqarojmë që çfarë marrëdhënie juridike rregullon. Rregullon marrëdhënie juridike midis prodhuesit dhe konsumatorit, por duhet kuptojmë që nuk është vetëm konsumi i produkteve, por edhe kryerja e shërbimeve. Dhe të gjithë ata që ndihen të rrezikuar, le të themi, kur u afrohet një shërbim apo një produkt i caktuar, duhet t'i drejtohen organeve kompetente për të marrë masat e duhura në lidhje me gjithë këtë, le të themi, parregullsi apo padrejtësi që është evidentuar. Ju bët pyetjen cilat janë institucionet kompetente në lidhje me këtë rast. Do më thonë dhe si qytetarët duhet të informohen. Së pari, ekziston një komision për mbrojtjen e konsumatorit. Sa efikas është? Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit është pothuaj inekzistent. Pse? Gjatë një kërkimi që unë bëra... Etapa 2, pas inekzistencës. është inekzistent për arsye sepse çfarë ndodh? Informacioni është i papërshtatur, që do të thotë në kohë. Ne kemi një web publik të Komisionit për mbrojtjen e konsumatorit, unë vetë aksesova para se të vija dhe në emision për të parë nëse ishte efikas apo jo, dhe çfarë ndodh? Këtu, le të themi, vendimet ishin nga viti 2010 deri në vitin 2011 që kishte dhënë ky institucion, ky organ vendimarrës i krijuar nga Këshilli i Ministrave, që nga 2010 dhe deri në vitin 2011. Dhe gjithsej, domethënë, vendimet marra ishin rreth 16 vendime, kur ankesa mund të jenë me mira. Që i shkojnë prapë të njëjtit komision. Kjo do të thotë që vendimarrja këtu lë shumë për të dëshiruar. Pra, disa vendime ku tregtarët kishin abuzuar, kishin shkelur ligjin dhe ishin ndëshkuar nëpërmjet gjobave. Atëherë, konsumatori ynë ka të drejtë që nuk ka besim në institucione dhe nuk dërgon edhe as ankesa pastaj. Po. Kjo vihet re dhe është theksuar dhe në raportet që bën Shqipëria kundrejt Komisionit Evropian, me qëllim, domethënë, më vonë hyrjen dhe në Bashkimin Evropian, sepse ne duhet të përshtasim dhe legjislacionin dhe më pas të bëjmë implementimin e këtij legjislacioni në kuptimin dhe institucional, po edhe të zbatueshmërisë së ligjeve. Çfarë ndodh? Kemi shumë problematika në këtë aspekt. Në bazë të ligjit për drejtën e konsumatorit, ne duhet të ankohemi, të gjithë qytetarët duhet të ankohen së pari në këtë komision që u përmenda. Më tej ne kemi avokatin e popullit. Avokati i popullit është një institucion që mbron liritë dhe drejtat e njeriut. Sa raste të mbrojtjes konsumatorit kalon? A është efikas avokati i popullit? Tani, unë nuk kam bërë ndonjë studim, por unë po jap një orientim ku ta kanalizojmë. Por raste flagrante nuk është se njihen ku... Për sa kohë shkelen liritë dhe drejtat themelore të njeriut, që kombinohen dhe me mbrojtjen e në administratën publike, gjithë një tagra ka dhe avokati i popullit. Institucion tjetër për t'u ankuar është shoqata, e përmendi, domethënë që drejton edhe profesori, shoqata për mbrojtjen e drejtave konsumatorëve. Gjithashtu kemi një zyrë për mbrojtjen e drejtave të konsumatorëve, por janë dhe rrjetet sociale, televizionet,
gjithashtu është gjykata arbitrazhit edhe gjykata civile. Po kjo është vetëm për ta ngritur si problem, për të trajtuar, çohen në gjykatë civile, ku çohen këto raste për pasur efikasitet? Sipas llojit të shkeljes, qytetari mundet të reagojë, sepse ka ligje që parashikojnë ankimin administrativ dhe qytetari duhet të ankohet në organin administrativ. Por në raste të tjera i drejtohet direkt gjykatës ose mund të zgjedhë edhe avokatin e popullit. Çështja është këtu, domethënë, ne kemi marrë pjesë si përfaqësues të shoqërisë civile, unë përfaqësoj Qendrën për Drejtësi dhe Solidaritet, edhe në disa konferenca ndërkombëtare dhe konferenca kombëtare. Po çfarë vije të re dhe çfarë më shqetëson mua si kondit, them drejtën, edhe si jurist. Po si konsumator në fund. Edhe si konsumator, sepse kështu lindi dhe pyetja në fillim të emisionit. Problemi është që ne nuk flasim mbi terma përgjegjshmërie. Ç'do të thotë kjo? Të gjithë institucionet kompetente duhet të ecin me plane konkrete në lidhje me këtë çështje e cila ka shumë, le të themi, rëndësi për konsumatorin. Tani le të fillojmë nga problemet dhe cilat janë problemet në Shqipëri. Një problem kryesor evidentohet te kredit bankare. Po të shohim kredit bankare, për shembull, do nënshkruajmë një kontratë kredie në bankë, apo do hapim një depozit, një llogari bankare. Po nisim një marrëdhënie. Që te kontrata, shikojni shkrimin sa është, çfarë numri është shkrimi. Shkrimi është, domethënë, aq i vogël sa nuk arrin ta lexosh. Dikush do të thotë, po s'ka ndonjë problem. Absolutisht jo. Ligjërisht nuk është problem. Ne kemi, jo. Ligjërisht e ke të shkruar. Ligjërisht është problem. Ligji për drejtën e konsumatorit parashikon një kategori personash të cilët duhet të kenë një mbrojtje të veçantë. Ata janë fëmijët, të moshuarit etj. Çfarë ndodh për të moshuarit? Moshuarit gjithë e dimë që me kalimin e moshës, domethënë shikimi nuk është në normat e mpashme, që do të thotë ai e ka të pamundur këtë kontratë e cila është atipike dhe i jepet aty për aty, thjesht ta nënshkruaj dhe jo më ta lexoj. Në momentin që e ka nënshkruar, themi ne domethënë jurisprudencë, atëherë shprehur vullneti i palëve, ky vullnet është materializuar, atëherë lindin pasojat juridike dhe nuk mund të justifikohesh, domethënë me faktin që shkronjat ishin të vogla. Por ne duhet marrim masa, domethënë, në lidhje me këto problematika që shumë problematika ka që unë e bindur që ne s'do mund të prekim shumë. A mund të kalojmë vetëm pak tek tekstilve, sepse do shkojmë drejt fundit dhe do themi po vës falem fare. Silv, ti je kryefamiljare, je nën, je amdhis, je grua që do thotë je në kontakt përditshëm me s'ka kokën, jo? Igora. Ka shumë është. Më thuaj, çfarë lloj konsumatore je ti? Kur përballesh me tregun tonë? Mesatarisht e kujdesshme, më të themi, sepse ekzistojnë momente që dhe unë e neglizhoj, domethënë atë kërkesën maksimale, kur jam me nxitim, kur shkoj të blej diçka të shpejt, që nuk shkoj në vendin e duhur, apo me kontrollu etiketat në mënyrën më të kujdesshme të duhur, kështu që nuk mendoj që bëj pjesë në ato njerëzit skeptik apo strikt që të cilët kërkojnë maksimumin e mundshëm, dhe mendoj që kjo është defekti i gjithë ne, i gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët në momentin që drejtohen për të bler diçka, do të drejtohen në një market serioz, në një butik serioz, në një qendër serioze, dhe pastaj të orientohen me etiketat, me normat e tyre, me datat e prodhimit, me datat e skadencës, me vlerat ushqimore të cilat ato kanë. Sigurisht që edhe etiketat mund të kenë diçka false, po të paktën ne me koshiencën dhe me ndërgjegjën tonë jemi të qetë. Sigurisht që jam dëmtuar. Patjetër që jam dëmtuar edhe në lokale shumë të mira, ku mund të kem darkuar, në shkuar për darkuar, dhe kam përfunduar me intoksikacion ushqimor. Kështu që kujdesi... Çfarë ke bërë? Ke vendosur të bësh diçka apo e ke lënë? Sigurisht që jam ankimuar me shefin e madh, nuk e kam çuar më tej problemin. Nëse do ndodhesh në një market dhe sheh një produkt që ka skaduar para 6 muajsh, mendimin që ai ushqim është trajtuar nga njerëz të sëmurë shëndetësor, domethënë thjesht guzhinjerja apo ndihmës guzhinjerja, nuk kanë qenë të shëndetshëm nga pikpamja shëndetësore, nuk kanë qenë me leje higjienosanitare, kanë pasur një inflamacion apo një infeksion të traktit intestinal të tyre, të cilën ja kanë transmetuar klientit apo njeriu që shkon edhe shkon për të darkuar, kështu që kujdesi Por Olin, unë të ndërhysh. Unë në fakt du të ndryja para disa vitesh kisha në menaxhim edhe pjesën e spitalit të kuzhinës të spitalit, një spitali privat. Dhe në fakt ishte fillimi im në Shqipëri dhe aty mundohesha pak a shumë dhe shikoja që shumë gjëra që të cilat unë i konsideroja si standard në Shqipëri nuk ekzistonin.
njerëzit duhet të shohin që duhet të kërkojnë hap pas hapi një gjë për të qenë reale. Unë nuk mund të kërkoj një gjë perfekte dhe të them nuk ekziston dhe të ri aty të flem mendje. Është një farë mënyrë sikur i jap një justifikim vetes time dhe të vazhdoj të bëj atë që bëjnë gjithë të tjerët. Atë që do kërkoja është që her pas here të jemi të vëmendshëm. Për shembull, nëse ne jemi helmuar në një vend, është shumë e rëndësishme atë ta dëgjoj dikush, qoftë në rrjete sociale, qoftë në rrethana shoqërore, qoftë të ankohemi para të tjerëve. Janë ca gjëra të cilat kanë një zë shumë më të shpejtë se sa pjesa burokratike që zgjat goxha. Nëse unë shoh një lokal i cili nuk ka shumë lëvizje, s'mund të kërkoj që të haj një pjatë shumë speciale. Po dëmi që i bëhet këtyre që nuk ofrojnë shërbimin e dur, është vetëm pak në reklamën e keqe që mund të bëhet, po problemi se si mund të mbrojmë këta konsumator që këta prodhues të kenë frikë edhe nga ligji, edhe nga gjobat, po edhe nga ndjekja penale në fund. Sigurisht, po konsumatori nga momenti që nuk ka ku të drejtohet, ose drejtohet me një vend që nuk den asnjë lloj përgjigje, është më mirë të bëjë një gjë që mund të ketë një lëvizje. Qoftë një zë mund mendoj që edhe media bën rolin e vet. Shumë të rëndësishëm, media nuk e promovon fare sigurinë e konsumatorit. Nuk është vetëm një emision, Nila. Në reklama të vazhdueshme duhet të shkruhet kontrolloni produktin që merrni, sigurohuni për atë që blini. Kështu që nuk promovohet. Nga paneli konsumatori unë është i informuar, thjesht nuk reagon. Pavarësisht dhe reklama televizive është shumë nuk reagon është domosdoshme. Kërkon atë më shumë që unë shpeshherë ju thash, që ndoshta lodhen nga ritmi i ditës i shumë i fortë ose shumë i ngjeshur, dhe shpeshherë mundohet që të shplodhet, nuk ngarkon edhe vetëm me gjëra të tjera. E konsideron si të tepër sepse në të vërtetë nuk ka kohë të merret me to, ose i duket energji shumë e madhe për të shpenzuar për diçka të tillë. Unë zgjedhjen time, nëse do shkoj të marr diçka në Bulmet, në peshk, mundohem të shkoj por te i njëjti vend, që në një farë mënyrë të krijoj një marrëdhënie me atë që më ofron shërbimin më të afërt, marrëdhënie sigurie. Ke më shumë siguri. Ky është edukimi konsumatori në vetvete duket sikur ka problemin vet. Tek e para duhet të gjej produktin, por e dyta pastaj çfarë do të bëj kur i ndodh që dëmtohet. Dhe pjesa e dëmtimit ndodh ndonjëherë nga që prodhuesi nuk janë të gatshëm ose nuk kanë frikë edhe nga ligjet tek e fundit. Ky është një nga shqetësimet që ngrihet edhe nëpër media, siç e përmendët ju. Si bën, çfarë do të bëjmë në këtë rast? Ju si nutricionist, a mendoni se ka ardhur momenti që për disa produkte ushqimore duhet të ketë mbase nga ato kekët të ndryshme informuese tonë sa është përmbajtja e kripës, jodinës e gjërat? Patjetër, është minimumi. Etiketat në gjuhën shqip. Domosdoshmëria. Pasi unë atë që bre shumë herë në Shqipëri është që etiketat janë në gjuhë jashtëzakonisht shumë të ndryshme. Pra, shpeshherë duhet të dish italisht, duhet të dish anglisht, duhet të dish serbisht, duhet të dish jashtëzakonisht shumë gjuhë. Edhe ato gërmat e vogla që ta kanë çfarë, domethënë mjafton një person që mund të di italisht edhe anglisht, shpeshherë mua më ndodhem që hasem me disa etiketa të cilat janë rusisht ose janë bullgarisht, që nuk kuptoj dot as pak çfarë do të thonë ato. Dhe etiketat që janë vënë si me liq që duhet të jenë nga ana shqiptare janë disa etiketa shumë të vogla me gërma shumë që një në 3 fjalë mund të kuptosh. Jo veç asaj, jam munduar të kuptoj dhe çfarë mundimi kanë bërë në përkthimin e atyre. Janë dëshiruar tani është shumë e vërtetë kjo që thotë, domethënë, bashkëbiseduesja, sepse jo vetëm që ne duhet të informohemi në mënyrë specifike për çdo produkt që domethënë tregtojnë tregtarët, por ju rekomandoj të gjithë qytetarëve që edhe kuponin tatimor duhet që ta marrin dhe ta mbajnë me vete. Ndryshe ajo ankesa s'ka vlerë pastaj. Për arsye sepse këtu fillon le të themi dhe legjitimimi dhe këtu kemi një provë të mjaftueshme më pas. Konsiderohet shërbimi pa Bashkëbiseduesja tha që provuar. unë u elmova, tha, në një restorant, po në qoftë se restoranti do të kishte një faturë, domethënë, ju me këtë faturë do të vërtetonin llojin e ushqimit që kishit marrë, më pas autoritetet kompetente do të shihnin cilësinë dhe reagime, domethënë, në bazë të ligjit për drejtën e konsumatori duhet të jenë brenda 3 ditësh, ke një afat 30 ditor për të ankuar, po duhet të jenë të menjëhershme për vetë dinamikën që ka ky proces. Silvia ka zgjitur si pjesa më e madhe e jona, fola me pronarin, kështu bëjmë të gjithë. Maksimumi që mund bëjmë, se dhe mund të ikim dhe harrojmë me qendra për drejtësi dhe solidaritet këtë problem, domethënë, sepse shiko, së pari duhet kemi të garantuar jetën. Dhe këtë debat ne po e lidhim, flasim konsumator, po flasim edhe shëndeti konsumatorit. Domethënë, çdo gjë lidhet me shëndetin e tij. Në momentin që ne nuk kemi produkte të cilat garantojnë shëndetin ton,
Atëre, a ka problemet të madhe se rritja e energjisë elektrike? Ka problemet të madhe se sa rritja e çmimit të naftës apo cilësia e naftës? Problemet të madhe se sa transporti urban apo cilësia e produkteve ushqimore si që janë mishje të tjera? Apo le të themi cilësisë që kanë ashensorët që duhet të jenë të standardizuara? Shqiptarët duhet të mendojnë njëre mirë. Jo vetëm që një pjesë e madhe nuk e njohin, le të themi, këtë ditë dhe këtë muaj i cili ka një veçanti, por duhet gjithsecili shtelbi jetës që cënon në shumë raste, do më thënë, nga mosbatimi i ligjit direkt cilësinë dhe shëndetin e personave, atëherë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të japim rëndësinë e duhur kësaj dite kaq të rëndësishme. Profesor Sani, më duket sikur u përqendruam në atë sikur s'ka ligj në Shqipëri apo sikur s'ka të drejta në Shqipëri. Jo, janë të gjitha stabilë efikase. Më falni. Po, kërkoj ndjesë. E tërë folësit, këtu e vërtitën gjitha këto. Unë fola vetëm një fjalë dhe u mërzitët ju, tha që sa më shkurt. Thash që... Sëse i kënkoa, profesor, për ne dhe ju jepim gjithë kohën e mundshme. Më falë. Indiferentizmi i konsumatorit, thash unë, pra i tërë popullatës, qofte dhe ato më të shkolluarit, që më duhet mund thot, ne të meret këtë tjetëri. Ne ligjet i kemi, ligji për etiketimin është neni 8. Neni 4 është për sigurin e ushqimit. Pastaj, nga neni 4, 6, 8, 10, 12, 12 nene është që konsumatorit të shkojt të ankohet. Ndasht në shoqata, ndasht në organet shtetërore, ndasht në ato juridike. Ku të dojaj? Më thuj mu ka shkuar, të shqip, të themu 2 gjëra konkrete me qenë se... Edhe kjo është dhe e fundit, sepse ka përfunduar koha. Nuk është ashtu. Të shqip, a i kanë lexuar, po si kanë lexuar. Ne kemi qua 3 raste një gjyq. Të 3 rastet i kemi fituar. Një e kemi quar sepse prodhon të emër të një tjetri. Kështu amëlsus. Një e quem për televizorin se nuk ja kthente as paret dhe as televizorin. A i saj vuri atë natë, a i televizorin nuk fiki, duhet të hiqi ajo kablo. Po flasim për defektet. Dhe u qmëndën ato pleqët e. Sigurisht gjitha të mundëshin. U deshti të shkoshim ne të ndërhyshim dhe kur unë i thash që unë do të qenë në gjyq, pra, nuk është kështu. Dhe në tilla raste ka dhe garancia, po jo, që nuk është respektuar fare. Me njeri i tha, qarë do parata bëjnë televizor tjetër, jo tjetër, e mori dhe u mëzuar. Dhe rasti i tretë i zgjitur? Pra, edhe një tjetër e kishim për një defekt që nuk duhem Okej, po janë zgjitur. Po që kishte të bënde kjo, sepse ai u fut dhe u dënua ma shumë. Tani unë, se më duket se jemi në fund. Jemi në fund fare, kjo është alia e fundit. Unë dëshiroj që konsumatorët të bëhen më vigjilent, më të kujdesshëm dhe të lexojnë etiketat ato që kemi, për etiketimin ka që të kërkojnë sa të duan ato, e ka ligji të shkruara, edhe aktet në ligjore, të jenë të kujdeshim edhe për një gjë tjetër, në ushqimin kolektiv, si që janë konvikte të burgosur, qendrat e punën, ose shkollat e tjera, duhet që në njëherë të denoncojnë. Edhe të plotësoj një diçka se u tha që sikur mungon, së është e vërtet. Ne çdo ditë dhe çdo muaj qojmë organeve shtetërore çdo lloj që ndodh në kryeqytet apo në qytetet tjera. Indiferentizmi, thash, i konsumatorit, kemi shpresë. Kjo garanci me këtë se me sa duket, do kërkojnë, po kërkojmë ligjor, se po thonë që po kërkojmë ligjor kjo qeverie, në qoftë se ne do të zbatojmë ligjet këto që kemi dhe do kemi, ne mund t'ja kalojmë kujdo dhe t'jemi rahat. Sa mirë do ishte të vinte kjo ditë dhe të flisni me këtë gjuhë pastaj në studio. Faleminderit shumë për kohën sot në studio. Faleminderit Silva. Do të shkojmë në publicitet, do kthehemi sërish në fakt të ardhmit. Pastaj.